Riti, Fishta dhe tjerë rilindat shqiptar. Është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu. Kryeministri Edi Rama nuk la kreun e grupit parlamentar të PS-s që të lexonte vendimin që vet Rama do merrte kundrejt ish-ministres për Europën dhe punët e jashtme, Elisa Spiropali, e cila në qef mbetje të thellë për mënyrën se si u shkarkua, nisi të dalë nga rreshti. Tek puna e partisë nuk mund të bëni drama, dhe për këtë po të drejtohem ty, Elisa. Nuk dua të krijoni situata në parti. Partia ka dy ngjyra, bardhë dhe zi, ose bardhë me ne, ose zi dhe përballë nesh. Mësohet se i ka thënë Rama, duke i dhënë ultimatumin. Herën e parë nuk erdhe në votim, i referohet votimit për imunitetin e Ballukut. Herën e dytë bëre çarçafin, i referohet postimit në FB, dhe herën e tretë nuk ka, del jashtë këtij grupi, i tha fjalën e fundit Spiropalit, duke mos i lënë as mundësi që të kishte qëndrimin e saj. Rama është i qartë, ripërmendi edhe një herë rregullat e lojës, sidomos me fjalën ka bardh ose zi, duke quajtur të zezë çdo zë dhe mendim kundër, si një herezi që duhet ndëshkuar po nga ai vet. Nuk mund të ketë larmi mendimi dhe Rama është i qartë. Përmendi se nuk mund të bëhen drama, duke cilësuar si gjëm një copë qëndrimi të Spiropalit në rrjetin e saj social. Këto janë rregullat e vendosura nga kryeministri që mban mandatin e 4 radhazi, me një llogani zyrtarësh të përgjedhur prej tij që erdhën nga hiqi dhe u bën të superpushtetshëm me para dhe ndikim, gjithnjë duke futur duart e gjata në taksat publike dhe kthyer korrupsionin dhe lidhjen me oligarkinë dhe krimin si mënyrë e të qeverisurit. Fjala tjetër, mjaft e qartë, nuk do ketë herë të tretë, duke e thënë shkurt se do të përjashtohet tashmë. Po Elisa, a do ketë një herë të tretë? Deri më tani në qëndrimet e saj, ka tentuar të thotë disa të vërteta. Spiropali fare haptas kritikon mënyrën e të qeverisurit nga Rama, por gjithashtu tentoi ta kthejë debatin brenda partisë si normë demokratike, por nuk priti reagimin e Ramës. Kryeministri në mandatin e 4 po shkel me këmbë çdo kënd që i del paksa kundër, po u apret kokën sapo ata tentojnë ta ngrejnë. Pyetja që ende mbetet, a do ketë një herë të tretë për Spiropalin?